لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سواه. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد. Falenderojmë Allahun e madhruar, prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Salavatet dhe selamet tona ja dërgojmë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe gjithë atyre që ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër besimtar, Islami vërteton faktin se besimtari është i lidhur ngushtë me vendin në të cilin jeton dhe ka për obligim që të kontribojë për vendin e tij, ta zhvillojë vendin e tij, ta ruaj vendin e tij nga çdo rrezik që i kanoset atij. Jo vetëm kaq, por e vlerëson lart edhe sakrificën që e bën njeriu për vendin e tij, që ai njeri i cili vdes duke mbrojt vendin e tij, pragun e tij, shtëpinë e tij, familjen e tij, pasurinë e tij, ai llogaritet në gradën e shahidëve. Llogaritet në gradën e shahidëve. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur filloi misionin e tij, njëri prej të afërmëve apo prej vendasve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i cili kishte njohuri të mëhershme për pejgamberët e mëhershëm dhe jetën e tyre dhe misionin e tyre, kur erdhi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe i tregoi pejgamberit se Allahu më ka dërguar mua pejgamber, ai i tha nuk ka ndonjë pejgamber që është dërguar që mos ta përzon prej vendit vet, e që mos ta detyrojnë të largohet prej vendit vet. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha, a edhe mua kanë më përzon prej vendit tim? Tha po, edhe ty e kanë më të përzon. E kur shkoi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në Medinë, kur e bani hijretin nga dashnia dhe malli që kishte ndaj vendit të tij, ndaj Mekës së bekuar, ju kthye dhe ju lut Allahu xhalla xhelalu dhe i tha, o Zot, tha bëne të dashur Medinën për neve, sepse Medinja vendi i ri për pejgamberin. Tha bëne të dashur Medinën, çuçi ke bë të dashur për neve Mekën, vendin tim, vendin ku kam lind. E edhe më shumë bëne të bereqetshëm këtë vend dhe largoi epideminë nga ky vend. E kur dul pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që u detyrua me bë hijretin, me marr rrugën për Medinë, me lën vendin e vet, u kthye edhe një herë dhe ju drejtua Mekës dhe i tha, nuk ka vend më të mirë për mua se sa ti. Dhe sikur njerëzit mos më dubanin nga ky vend, nuk do të isha dalë. Dhe mu për këtë Allahu xhelle xhelalu e ka zbrit duke pas parasysh mallëngjimin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për vendin e tij,
Pe Allahu Gjelle Gjelalu e zbriti një ajet për me qëtësu e shpirtin dhe zemrën e pejgamberit, i tha: inna alladhi farada alejke al-Qur'an la radduka ila ma'ad. Tha, ata ai i cili ty ta ka zbrit Kur'anin, po të garanton se ka me të kthyje prap në vendin ta. Po të garanton se ka me të kthyje prap në vendin tanë. Nga këto argumente dhe nga këto fakte dhe nga shumë ajete tjera që jemi të porositur të kujdesemi dhe të ruajmë vendin tonë dhe të japimit më të shtrejtën për vendin tonë, na bëhet e ditur dhe e qartë se sa e rëndësishme është kjo çështje në jetën e besimtarit. Mbi gjitha është lutja që besimtari e bën për vendin e vet vazhdimisht. Dhe këta e nxjerr nga fjala e Ibrahimit alayhis salam, i cili ju ka drejtue Allahu Gjelle Gjelalu dhe i ka thonë: Rabbi gja'al hadha baladan amina warzuq ahlehu min ath-thamarat. O Zot, ka thënë, bëne këtë vend të sigurt dhe furnizoje këtë vend me bereqetet tua. Këtë lutje që e ka bëj Ibrahimi a.s. duhet që çdo besimtar ta bëj për vendin e tij. E që të lutet për dy gjëra që janë elementare për çdo herë në çdo kohë të historisë. E që janë siguria dhe stabiliteti i vendit dhe zhvillimi i atij vendi. Rabbi gja'al hadha baladan amina. O Zot, bëne këtë vend të sigurt. Dhe pastaj ka thënë: warzuqhum min ath-thamarat. Dhe furnizoj ata me bereqetet tua. Nga kjo të nderuar vëllezër, e kuptojmë se është natyrshmëria e njeriut që ta duaj vendin e tij edhe të kujdeset për vendin e tij. Dhe kujdesi për vendin nuk është vetëm në një formë. Secili prej njerëzve, prej qytetarëve të atij vendi duhet të jetë një shtyllë e fortë e atij vendi. Nuk bie përgjegjësia e mbrojtjes vendit dhe zhvillimit të vendit tek një kategori e veçantë e njerëzve, e as tek një pozitë e veçantë e njerëzve. Mirë, po secili e ka për obligim që të angazhohet për zhvillimin dhe ndërtimin e vendit të tij dhe sigurinë e vendit të tij. Dhe nisur nga këto fakte fetare, shumë prej muslimanëve dhe prej hoxhallarëve dhe prisave të muslimanëve kanë dhënë një kontribut të madh në ruajtjen e vlerave fetare dhe kombëtare dhe në ndërtimin e vendit tonë dhe shtetit tonë. Duke filluar prej atij momenti kur ka filluar shpallja e pavarësisë me 28 nëntor, ku 40 nga ata që e kanë nënshkruar pavarësinë, prej tyre 27 kanë qenë muslimanë. Prej tyre pasaj 5 prej tyre ka qenë imama të xhamive. E kanë qenë prej kolozëve të mëdhej dhe prej shkencëtarëve dhe dietarëve të mëdhej, siç ka qenë Hoxha Vebi Haxhi Vebi Agolli, pastaj Ibrahim Dalliu, pastaj muftia Vebi Dibra, i cili ka luftuar kundër serbo-malazezëve. Pastaj do thotë Hafuz Ali Korça, i cili ka qenë prej të parëve që e ka zhvilluar edhe e ka ngrit do thotë mësimin në gjuhën shqipe. Mësojtorja abetarja e parë në gjuhën shqipe në Korçë është ngrit do thotë prej atyre intelektualëve që ka qenë edhe Hafuz Ali Korça. E pastaj me periudha të ndryshme të historisë gjithmonë muslimanët e kanë dhënë kontributin e madh dhe e kanë kryer amanetin dhe obligimin që kanë pas ndaj vendit të vet.
Nuk po e bëjmë këtë të ndëruar vëllezër me qëllim që me bën ndonjë ndarje mes popullit tonë. E as me treguar diçka në i burrnin këtë, se ky është obligimi joni. Mirë po përderisa ka nga njerëzit dhe ka nga qarqet e ndryshme që mundohen ta minimizojnë dhe ta ulin vlerën edhe kontributin, sidomos kur ka të bëj me ndonjë hoxh, kur ka të bëj me ndonjë intelektual musliman, e sigur kur ka të bëj me muslimat në përgjithësi, dojnë ta ulin edhe ta minimizojnë vlerën apo kontributin që e kanë dhënë. E duke vazhdu pastaj me xhallar të ndryshëm, e një intelektual të ndryshëm, e deri edhe në të fundit, siç ka qenë Mulla Jakub Hasipi, një hoxh i cili tani jetën ja ka kushtuar edukimit të shqiptarëve, edukimit të besimtarëve, nga mimberi i xhamisë së tij, nga kursia e tij, janë ende librat e tij, e fjalët e tij, kasetat e tij, shiritat e tij, me ligjëratat shumë madhështore, shumë të fuqishme. E pastaj do thotë Jonus Zeinullahu, i cili ka ra shahid, ka ra dëshmor. E shumë qëllimi është të ndërruar dhe mosbimin në provokimin e atyre njerëzve të cilët dëshirojnë ta minimizojnë këtë çështje edhe t'ja dedikojnë dikujt tjetër, se sikur na s'kemi punuar kur gjë për këtë popull. As kemi kontribuar kur gjë për këtë popull. Andaj këto janë disa prej vlerave që duhet ne të dimë, ose pak prej atyre njerëzve e dinë që lidhja e Prizrenit është formuar në xhamin në Prizren. Në xhamin e Bajraklis në Prizren, aty do të formuar lidhja e Prizrenit. E shumë fakte tjerë, po ndoshta mëkati apo i muslimanëve është që nuk dojnë ta paraqesin veten shumë e ta publikojnë veten shumë nga porositë e Allahu xhalla xhelalu, se ky është obligim. Edhe nuk ka nevojë me na lëvdu dikush, e as me na ngrit dikush, sepse kemi obligim. Andaj të ndërruar vëllezër, në 4 gjëra duhet mi pas parasysh secili prej neve, nëse dojmë do thotë më kanë do thotë nivelin e duhur në raport me vendin tonë. E para është t'i lutemi Allahu xhalla xhelalu vazhdimisht. O Zot, bëje këtë vend të sigurt. Bëje këtë vend të sigurt, të qetë. Le të jetojnë njerëzit në rahati, le të jetojnë njerëzit në paqë, le të jetojnë njerëzit në bollëk. Kjo është porosi islame. Andaj secili prej neve kemi këtë obligim, që t'i lutemi Allahu xhalla xhelalu. E dyta, që të respektojmë norma dhe rregullat që kanë të bëjnë me marrëvajtjen e atij vendi, atij shteti. E pastaj do të kontribuojmë, të sakrifikojmë. Edhe e katra do ta zhvillojmë, të kontribuojmë për me zhvilluar. Zhvillimi i vendit është edhe nga aspekti do material, edhe nga aspekti do i mbrëmshëm edhe shpirtëror. Nëse punon për me rujt moralin e çatij vendi, shoqërisë çatij vendi, do të ke kryer obligimin. Nëse punon për me zhvilluar atë vend, ke kryer obligimin, e në forma ndryshme secili, mësues, bujk, hoxh, intelektual, secili e ka obligimin e vet, edhe rolin e vet në ruajtjen e këtij vendi. Andaj mendoj se si këto data që janë historike në popullin tonë, siç është 28 nëntori, e pastaj edhe 17 shkurti, shpallja e pavarësisë, e pastaj 12 qershor, çlirimi në vitin 1999. Këto data të ndërruar vëllezër duhet na shërbejnë që ta ngrismi nivelin e vetdijes, edhe përgjegjësisë, edhe obligueshmërisë që kemi ndaj vendit tonë. E lutemi Allahun xhalla xhelalu që vendin tonë dhe gjithë vendet e muslimanëve dhe gjithë vendet në mbar botën të i bëj vende të sigurta, të qeta, ku njerëzit jetojnë në rahatin e tyre dhe në qetësinë e tyre. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu min kulli dhanb innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين وبعد. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سواه